dalin në televizion. Është ditën e hënë tek A2 dhe ditën e premte tek Top Channel. Mund t'i ndiqni edhe këto nëse dëshironi. Për sa i përket pyetje përgjigje, do të jetë lidhje drejt për drejt ditën e martë, atëherë mund të bëni pyetje, kurse sot do të shpjegoj vetëm javën në vazhdim. Në fund, nëse ngelet kohë dhe nëse keni dhe udurim, mund të bëni pyetje. Përveç këtyre kam dhe shërbimet e mia të cilat janë me pagesë, të cilat përmbajnë analizën e hartës tuaj, mund të bëjmë parashikime për të ardhmen, një të gjështë të vlefshme dhe analiza për lidhjen tuaj. Kjo mund të bëhet si për lidhje sentimentale, po ashtu dhe ato profesionale apo biznesi. Ndërkohë që për të gjithë ata që nuk e din orën e tyre të lindjes, mund të gjejmë orën e lindjes sepse në vartësitë e saj gjendet edhe ascendenti. Përveç këtyre mund të merrni edhe mësime astrologjie nëse se jeni të interesuar. Okej, pra, po fillojmë njëherë tek java në vazhdim. Është një javë vërtet shumë e ngjeshur, do të kemi shumë ndikime. Gjatë javës 3 deri në 9 nëntor është pothuajse çdo ditë do të kemi një ngjarje të re. Në 4 nëntor, që përkon dita e martë, do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e Radhës, që është ajo e Shigjetarit. Në 5 nëntor, është dita e Mërkur, do të kemi hënën e plot për përsëris video në lidhje me ndikime që do të ketë hënën e plot, e keni te kanalin YouTube-it, mund ta ndiqni atje. Në datën 6 nëntor, do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e Akrepit. Në 8 nëntor do të kemi rikthimin e Uranit tek shenja e Demit. Në datën 8 nëntor përsëri Mërkuri do të ndalojë përpara retrogradës dhe në datën 9 nëntor Mërkuri do të fillojë retrogradën. Do të flas shkurtimisht për të gjitha këto që sapo përmenda. Në 4 nëntor kemi, pra ditën e martë, do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e Shigjetarit, duke qenë se ky është një tjetër shenjë zjarri dhe Marsi reprezenton fuqinë e zjarrit. Thot një ndikim pozitiv, por duhet jemi shumë të kontrolluar sepse mund të marrim një inerci vërtet shumë të madhe përpara dhe kjo mund të shtyjë në veprime shumë të mëdha impulsive, të cilat detyrimisht mund të dëmtojnë si anën tonë materiale, po ashtu dhe atë morale, sepse mund të kemi edhe tendencën që të veprojmë për të prishur punën edhe vetes tonë, pra mund të prishim edhe marrëdhëniet tona personale në këtë pikë. Do të jemi vërtet shumë të përmbajtur. Është vetëm një gjë, gjithë energjinë që po ndjejmë në ato momente, ta filtrojmë mirë pastaj të veprojmë. Në datën 5, ndikimet e hënës së plot mund t'i gjeni te kanali i YouTube-it. Në datën 6 nëntor, Venusi do kalojë tek shenja e Akrepit. Venusi kur ndodhet tek shenja e Peshorës ndjehet vërtet shumë mirë, ka një balancë shumë të madhe tek çështjet sentimentale, po ashtu edhe në anën tonë materiale. Me kalimin e saj tek shenja e Akrepit, të gjithë ne do të ndjejmë një farë plagështie. Këto tema që sa përmenda mund të humbasin pak balancën, bile mund të bëjmë pak obsesiv, si ndaj materjes, po ashtu dhe ndaj partnerëve tanë. Për të gjithë ata të cilët nuk janë në lidhje, mund të bëhen obsesive edhe ndaj kësaj që të mundohen që të kryejnë lidhje patjetër. Prandaj edhe këto janë pikat që duhet të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm, më të logjikshëm, më mirë të themi. Në datën 8 nëntor, ditën e shtunë, Urani do të rikthehet tek shenja e Demit. Urani është drejtuesi i shenjës së Ujorit. Në këtë moment është vendosur tek shenja e Binjakëve, që është një tjetër shenjë ajri, një lloj si te Ujori, prandaj edhe ndihet mirë, edhe pse është në retrograd. Ndërkohë që kur të rikthehet tek shenja e Demit, do të kemi probleme të rëndësishme, duke qenë se energjia do të jetë shumë e disbalancuar, mund të kemi probleme me teknologjinë, mënyrën se si e përhapim komunikimin. Po ashtu edhe në natyrë mund të vinë re tronditje. Në përgjithësi vinë re si tronditje të vogla, pra tërmete të vogla, por brenda Shqipërisë do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm, duke qenë se është një zonë tektonike dhe do të krijojë edhe një kënd negativ me disa nga planetet tona, pra do të jemi të vëmendshëm dhe nëse e dim që banesa ka nevojë për përforcim, do të këshilloj që ta bëjmë atë. Por ajo ku do të ndihet më tepër është në shoqëri, sidomos në lidhje me harxhimet, mund ta ndjejmë edhe më tepër, prandaj mund të kemi një rënje të ekonomisë. Kjo do të jetë kalimtare, më duhet ta nënvizoj. Në qoftë se bëjmë investime të gabuara, do ta pësojmë, por në qoftë se vazhdojmë që t'i përmbahemi përgjegjësive tona e të tjerë, të gjitha këto që sa përmenda nuk do t'i ndjejmë. Kalimi retrograd i Mërkurit, ndryshe nga çfarë ishin këto të tjerat, është një ndikim shumë i madh, duke qenë se është një planet personal. Si fillim, duke qenë se është tek shenja e Shigjetarit, pastaj më vonë do të kaloj tek shenja e Akrepit, ne mund të kemi vështirësi,
për të komunikuar siç duhet me njëri tjetrin. Do të vrapojmë drejt diktorisë, jo vetëm fiksimi thjesht do të kthehet në obsesion. Në disa raste mund të dukemi dhe shumë të mëdhenj dhe kjo detyrimisht mund të prek në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet tona. Pse mund të dukemi shumë të mëdhenj? Sepse do mundohemi që të flasim vazhdimisht si për njëri tjetrin, nuk mund ta lejojmë tjetrin që të mbarojë fjalën e tij e të tjerë. Për këtë arsye marrëdhëniet tona mund të jenë shumë të sfiduara. Ndërkohë që Mërkuri kalon në retrograd, gjithmonë kemi probleme edhe me mjetet e komunikimit, por me telefonat. Prandaj edhe në këtë moment nuk do të jetë ndryshe, ca më tepër që do të ketë edhe një kënd negativ me Uranë. Kjo do thotë që rrjetet e komunikimit do të jenë goxha të prekura këtë herë. Mund të kemi edhe sulme, pra viruse të shumta që mund të përhapen në këtë periudhë në internet. Për këtë arsye do të këshilloj që të mos preknit link apo profile të cilat nuk i njihni, sepse nga kjo mund të preket edhe mjeti juaj. Përsa përket komunikimit në përgjithësi në të gjithë botën, do të vëmë re probleme, mund të kemi edhe vonesa me fluturimet, me udhëtimet e të tjerë. Prandaj do të këshilloj që nëse na duhet patjetër që të dalim jashtë shtetit, të marrim masa dhe të udhëtojmë disa ditë përpara, nëse kemi mundësi, ose të paktën disa orë përpara, që të mos e lëmë gjatë për momentin e fundit. Pra, duke qenë se mund të kemi probleme në lidhje me këtë temë. Okej, këto ishin ndikimet që janë të këtyre planeteve. Do të flas me detaje edhe më vonë, por duke qenë se gjatë kësaj jave do të fillojmë të ndijmë të gjitha këto që përmenda, do të këshilloj që të marrim parasysh. Më tepër, retrogradin e Mërkurit do të fillojmë që ta ndijmë që nga dita e Mërkurit tutje, por edhe tani në këto momente kemi filluar që ta ndijmë. Okej, dhe po kaloj tek ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Përpara se ta them këtë, kemi 3 ditë të cilat mund të bëjmë pak problematike në lidhje me çështje sentimentale sidomos, dhe mund të edhe të mashtrojmë, të manipulojmë pak veten tonë. Për këtë arsye, do të këshilloja që ditën nga data 7 deri në data 7 dhe 8 deri në datën 9 të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë çështje, të komunikojmë në mënyrë të hapur, dhe në qoftë se është një lidhje e cila nuk funksionon ose është problematike, do të këshilloj që të komunikojmë në mënyrë të hapur me partnerët tanë, dhe në qoftë se nuk mundemi të gjejmë zgjidhje, të bëjmë disa hapa mbrapa dhe ta rishqyrtojmë. Okej, tani po fillojmë me njëherë tek shenja e dashit. Shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh, shumë të fuqishëm. Në këto momente kemi të vendosur drejtuesin e tyre tek shenja e Akrepit, por ditën e martë në orën 14:01 do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e Shëgjetarit. Kjo për shenjën e dashit do të thotë një aktivizim vërtet shumë i madh, një fuqizim vërtet shumë i madh, do të jenë shumë energjik, bile mund të kenë shpërtime energjie brenda vetes së tyre, të cilat janë të detyruar që t'i mbajnë nën kontroll, sepse i njëjti Mars mund të shtytet në veprime shumë impulsive. Por, në qoftë se këtë impulsivitet ose këtë nevojë, energji e ndjen për të zhvilluar veten e tyre, për të trajnuar, ose e ndjen veten të pamjaftueshëm për profesionin që kanë, kjo është komplet e kundërta. Do të këshillojë të ndjekin intuitën e tyre dhe të studojnë edhe më tepër, të marrin ndoshta trajnime të shumta, sepse këto do të ndihmojnë shumë për rritjen e tyre në karrierë. Këto do të vazhdojmë që ta ndijmë gjatë gjithë muajit në vazhdim, por kjo javë është shumë e rëndësishme pikërisht për këtë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, hëna e plot ka një ndikim shumë të madh pozitiv, do të krijojë një balancë shumë të madhe. Dhe kemi edhe mundësi gjatë gjithë kësaj jave që të kryejmë lidhje të reja. Kemi një kreativitet vërtet shumë të lartë, kemi një thellim shumë të madh të ndjenjave, sepse vetë bota e shenjës së dashit po zgjerohet në mënyrë të dukshme në këto momente. Në qoftë se deri në këto momente nuk kanë qenë shumë në dieni të ndjenjave të tyre, ose çfarë donin në të vërtetë, mund të qenë pak të pasigurt, ndjesia më themi pasigurisë ka qenë e lartë, edhe ndaj lidhjeve dhe ndaj personave që mund të kenë pasur interes. Në këto momente, gjatë kësaj jave, të gjitha këto do të balancohen në mënyrë të dukshme dhe kemi edhe një mundësi për të krijuar lidhje të reja, po ashtu dhe për të rregulluar lidhjet aktuale. Pika ku do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm, bile super të kujdesshëm, është shëndeti. Duke qenë se edhe hëna e plot do ta nxjisë
edhe vetë ata në këto moment duke qenë se do të kenë një energji shpërthyese siç e përmenda, në qoftë se nuk e përdorim ashtu siç duhet, kjo do të përkthehet në sëmundje fizike, të cilat mund të jenë me temperaturë të larta sepse do të kemi një përhapje të infeksioneve. Normalisht të gjitha shenjat mund të prekin, por shenjat dashe duket pak më prekur se të gjitha të tjerat. Prandaj dhe do t'i këshilloja që të visheshin ashtu siç duhet, të ushqehen ashtu siç duhet dhe energjinë ta përdorin ashtu siç duhet. Mundësisht të bëjnë edhe sport pra të jenë aktiv në mënyrë që energjinë shpërtimet të mos i kenë momente të gabuara, por ta kenë të kontrolluar. Në qoftë se kjo është pak në klapa, në qoftë se në këto momente dëshironi që të bëni investime për rritjen e biznesit tuaj, ky është një moment ideal. Deri ditën e premte do ta këshilloja me ngujm, sepse pas kësaj, duke qenë se Mërkuri do të kalojë në retrograd, vendimet që mund të marrim mund të jenë të gabuara, prandaj dhe ky është momenti ideal për të vepruar. Shenja e Demit. Gjatë gjithë kësaj jave ka një ndikim shumë të fuqishëm. Do të kemi një hënë të plot tek shenja e tyre, për këtë arsye shenja e Demit është karakteri kryesor i gjithë kësaj jave. Do të jetë shumë i fuqizuar në çdo aspekt të jetës, do të jetë i nxitur për këtë arsye në çdo aspekt të jetës. Prandaj dhe mund ta ketë pak të vështirë për të ndonjëherë i balancuar. Mënyra se si mund të jetë më efikase për të balancuar energjinë e tyre ose mendjen e tyre, më të themi, që ta përdorin ashtu siç duhet, është të jenë shumë përzgjedhës dhe të krijojnë një farë programimi për çdo ditë të kësaj jave në mënyrë që të mund të fokusohen vetëm nga një punë në çdo ditë. Kjo do të ndihmojë vërtet shumë, jo vetëm që të përzgjedhin dhe të jenë efikas, por në të njëjtën kohë do mos u mbasin energjinë e tyre. Në këtë moment ka një rritje vërtet shumë të madhe që të rriten në karrierë, bile të gjitha problemet që mund të kenë pasur sepse ata vetë nuk dinin se cila është rruga e duhur ose ndoshta mund të jenë përballur edhe me pengesa, në disa raste vonesa të cilat mund të kenë ulur në mënyrë të dukshme durimin e tyre. Gjatë gjithë kësaj jave kjo do të ndryshojë sepse do të shkëlqejnë të gjitha gjërat që janë pozitive për ta. Pas datës ose më të themi duke filluar nga dita e Mërkur e tutje me hënën e plot, për ta do të hapet edhe rruga e fillimit të lidhjeve të reja sentimentale, e fillimit të një periudhe ku ata do të ndihen vërtet shumë mirë në lidhjet e tyre sentimentale, ka një vetvlerësim shumë më të lartë, komunikimi në këto momente është shumë pozitiv, bashkëpunimet po ashtu e bën mirë dhe bashkëpunimet nuk janë thjesht për të kryer ardhur materiale, është e vlefshme edhe për çështje sentimentale ose për personat të cilët ata kalojnë më tepër kohë, sepse në këto momente për shenjën e Demit kemi një shndërrim të dukshëm. Dhe kjo do të prek në çdo aspekt jetës së tyre, do të krijojë një jetë në të cilën ata ndihen të balancuar, të jenë të vlerësuar dhe ndihen vërtet në shtëpinë e tyre, në zonën e tyre të komfortit, në çdo aspekt të jetës së tyre. Ndërkohë që përsa i përket shëndetit, shenjës së Demit do t'i këshillojë që gjatë gjithë këtij muaji të jenë të kujdesshëm, por sidomos në këto momente do t'i këshillojë që të jenë të kujdesshëm sepse mund të jenë pak më të hapur ndaj problemeve të vetë shkaktuara në qoftë se lëvizin në mënyrë impulsive, pra nëse bëjmë veprime impulsive. Përsa i përket trashëgimive, kjo është një javë ku shenja e Demit mund të përfitojë më tepër se javët e tjera, do t'i këshilloj që ta marrin parasysh. Për shenjën e binjakëve është një javë shumë e rëndësishme, është java e fundit përpara retrogradës së Mërkurit, drejtuesit të tyre, prandaj do të këshilloj që ta përdorin në maksimum. Në këto momente kemi shumë vendosje tek shenja e Akrepit. Për ta domethënë jeta e përditshme, efikasiteti që kanë jetën e tyre, shëndeti, morali, po ashtu dhe marrëdhëniet që kanë me punën dhe me kolegët e tyre. Në këto momente këtu është pika ku po stimulojmë më tepër dhe kemi nxitje më tepër për të krijuar një rutinë të shëndetshme, për të qenë më efektiv dhe po ashtu për ta përdorur në maksimum. Do të vazhdoj që të jetë aktive kjo deri në fund të kësaj jave, kur Mërkuri do të kalojë në retrograd, siç e përmendet tek shenja e Shëgjetarit. Për këtë arsye, në qoftë se kemi një pikë që në këto momente po na pengon ose pak a shumë po na mërzit, po na nxit, po na nervikos, do të këshilloj ta marrim pak më tepër qetësi, sidomos në qoftë se i përket punës, pra efikasiteti që kemi në punën tonë, në profesionin tonë, sepse kemi mundësi që të gjejmë rrugëzidhje vërtet shumë pozitive, të cilat do të bëhen edhe një mënyrë e re
për ta bërë punën tonë dhe për të qenë shumë më tepër efikas, ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, ky është momenti që të dëgjojmë partnerin tonë. Është momenti që të jemi më empatik dhe të perceptojmë mirë se çfarë po na thuhet. Në këtë moment shenja e binjakëve mund të ketë tendencën që t'i pëlqej mendja vet, ose më themi që të thotë të mos dëgjoj partnerët e tyre, prandaj edhe kjo krijon probleme të rëndësishme brenda marrëdhënieve. Por nëse thjesht dëgjon se çfarë po mundohet të thotë partneri i tyre, kanë një aftësi shumë të madhe për të gjetur rrugën e mesme në këto momente, prandaj edhe kjo i ndihmon që të krijojnë dhe lidhjet ose të rregullojnë lidhjet e tyre aktuale. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë në këto momente për shenjën e binjakëve, është një rritje që do të shpërthej dhe mjafton që të jemi të fokusuar, pra siç e thash, të jemi më përzgjedhës në jetën tonë të përditshme, sepse kjo do na tregojë edhe rrugën për rritjen në karrierë. Kjo mund të përkthehet në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, në qoftë se jemi të përgjegjshëm, pra në qoftë se jemi thjesht të organizuar. Okej. Për sa i përket shëndetit, shenja e binjakëve është e ndikuar në mënyrë të dukshme. Duke qenë siç e thash, tek shtëpia e shëndetit ka shumë vendosje në këto momente, sidomos deri ditën e martë, do t'i këshilloje që të jemi shumë të kufizuar me energjinë tonë. Duke qenë se nëse se shpërdorojmë, kjo mund të përkthehet edhe në një imunitet vërtet shumë të ulët dhe si rridhoj trupi mund të lodhet dhe kjo do të përkthehet edhe në sëmundje, në ngjitje në sëmundjeve të cilat janë në këto momente, që mund të thotë edhe rritjen e temperaturës e të tjerë. Prandaj dhe shenjës e binjakëve do të këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm, sidomos në qoftë se ndjeni vështirësi në frymëmarrje, do t'i këshilloj që të jeni edhe më të kujdesshëm, sepse ky mund të jetë alarmi i parë, më të themi, i sëmundjeve që janë tani. Po kaloj tek shenja e gaforës. Shenja e gaforës gjatë gjithë kësaj jave është shumë e fuqizuar, por është shumë e shpërndar, pra ka një super fuqi, të cilën nuk di se ku të shpier. Kemi një hënë të plot tek shenja e demit dhe kjo atë fuqizon vërtet shumë sepse ka një energji e cila e nxit njëra tjetrën. Por duke qenë se janë shumë të shpërndarë, siç e thash, mund ta shpërdorojnë këtë në vende që nuk i nevojitet. Në këto momente shenja e gaforës deri ditën e shtunë, duke qenë se kemi një uran të vendosur tek bota e tyre brendshme, janë shumë të ngatëruar, edhe mendja e tyre punon shumë herë më shpejt dhe çuditshëm, po ashtu mund edhe të kemi një subkonsciencë e cila po del shumë në sipërfaqe në këto momente. Prandaj edhe mund të ndjejmë edhe një mall ndaj të shkuarës, apo mund të ndjejmë nostalgji edhe ndaj lidhjeve të cilat të vërtet kanë qenë problematike. Në këtë rast, shenjës e gaforës do të këshilloj që të jemi realist ndaj përqasjes që kemi ndaj njerëzve. Të mundohemi që të shikojmë gjërat ashtu siç janë. Jo çdo gjë është e bardhë dhe jo çdo gjë është e zezë, të mundohemi të jemi vërtet realist në përqasjen që kemi ndaj jetës. Hëna e plot do ta le të themi që do të na hapi rrugën e kësaj, është ditën e mërkurë. Gjatë asaj dite do të jemi shumë më të aftë për të perceptuar këto që sapo thash, dhe nëse arrim që të përdorim këto elemente që po mësojmë, ne kemi më të thjeshtë që të përzgjedhim të gjërat që janë më të nevojshme në jetën tonë dhe të fokusohemi aty. Mund të kemi disa shkënjime në lidhje me shoqërinë, këto përsëris sepse shenja e gaforës në këto momente mund të jetë shumë e stimuluar nga jashtë dhe detyrimisht mund të perceptojë gjërat më ndryshe se çfarë janë në realitet. Prandaj edhe gjatë kësaj jave nuk do të këshilloj që të marrin vendime të nxituara në lidhje me askënd dhe me askush. Cilat janë ndikimet pozitive që do të ketë shenja e gaforës ose më themi ku duhet të fokusohet. Në këto momente kemi një zgjerim të dukshëm të jetës së tyre sociale, edhe pse do të kemi shkënjime, siç e përmenda, duke qenë se do të kemi shumë njerëz të rinj që do të hyjnë në këto momente në jetën e tyre, po ashtu dhe rikthime nga shkuara. Për ta do të kemi një zgjerim të dukshëm të rrjetit të tyre social. Kjo mund ta stimulojë dhe më tepër, mund të dojë biletar ratiset në zonën e të komfortit të mbyllet në shtëpi, por këtë nuk do të këshilloj sepse të gjitha persona mund të bëjnë edhe elemente shumë të rëndësishëm për krijimin e karrierës së tyre dhe të stabilitetit që ata dëshirojnë. Për sa i përket shëndetit, shenja e gaforës gjatë gjithë kësaj jave është shumë e prekur, sidomos pas ditës së martë, duke qenë se mund të veprojnë në mënyrë shumë impulsive dhe sidomos në qoftë se nuk i përmbajnë programet të tyre, pra që të bëjnë sportin e tjerë, kemi mundësi që të kemi një shëndet të dobët gjatë gjithë javës, prandaj do të këshilloj që të jemi
të përmbajtur ndaj rutinës tonë. Pra të bëjmë sporte që na nevojitet, të ushqemi ashtu siç duhet, sepse kjo është një nga pikat më kryesore, dhe të qëndrojmë larg sheqerit gjatë gjithë javës. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Për sa i përket çështjeve sentimentale, për shëndet negafores, jemi në një fazë në këto momente ku mund të krijojë lidhje shumë të shëndetshme, mjafton që të jetë më e qetë dhe më përziese për gjërat e tjera që ka shumë në moment që po e stimulojnë. Mjafton që të përqendrohemi nga një gjë në çdo ditë. Okej, dhe shenja e luanit. Për shenjën e luanit gjatë gjithë kësaj jave, bile mund të them që është një periudhë e gjatë, ka pasur stimulime të shumta, kjo mund të ketë bërë pak më nervoz. Në këto momente kemi të vendosur dhe Plutonin përballë me ta, edhe kjo stimulon në mënyrë të dukshme. Ja, gjatë javës së kaluar kishim këndin negativ të diellit me të njëjtin Pluton dhe kjo indikonte në mënyrë negative shenjën e luanit. Pra nuk dinte se ku të qëndronte, ndërkohë që gjatë kësaj jave do të ketë vendosur një kënd negativ me Plutonin dhe kjo do ta ndikojë më tepër në çështjet sentimentale, sepse familja e tyre mund të ndërhyjë tek marrëdhëniet bashkëshortore ose tek marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre. Për këtë arsye shenja e luanit do të jetë vërtet shumë e stimuluar dhe i lodhur. Mënyra se si mund të tejkaloj këto më thjesht është që të bëj një hap më mbrapa dhe t'i lej personat që nëse kanë problem me njëri tjetrin, t'i zgjidhin me njëri tjetrin pa të mos ndërhyjnë në marrëdhënie që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Sado që këta të jenë, siç e thash, bashkëshortët ose bashkëshortet me prindërit e tyre, kjo është diçka që shenja e luanit në këto momente duhet të qëndrojë pak larg, sepse mund edhe të shkaktojë më tepër dëme se çfarë mund të rregullohet. Për sa i përket vetes së tyre, ky është një moment ideal për të krijuar një stabilitet ekonomik. Prandaj do të këshilloj që të fokusohemi këtu. Me kalimin edhe të Marsit tek shenja e Shëgjitarit që do të jetë ditën e martë, do të kemi një fuqizim shumë të madh të fatit, mund të jenë më aktiv, proaktiv në këtë rast. Kjo do të rrisë në mënyrë të dukshme energjinë e tyre dhe do të shtyjë ata drejt një kreativiteti vërtet shumë të lartë. Prandaj edhe në vend që të fokusohemi tek gjëra që nuk i zgjidhim dot dhe të fokusohemi tek punët të cilat kanë të bëjnë me të tjerë, do të këshilloj që të fokusohemi tek punët që kanë të bëjnë me ne. Kjo do t'i shpërë ata në një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, sepse në këto momente kanë mundësi që të lindin nga e para, të rilindin pra, dhe të krijojnë edhe jetën që ata dëshirojnë vërtet, një jetë luksi që ata e meritojnë. Përsa i përket shëndetit edhe shenja e luanit, në këto momente siç e vini re të gjitha shenjat janë të prekur, po edhe shenja e luanit është e prekur. Në përgjithësi duhet jemi të kujdesshëm sepse kemi një super energji dhe për ta. Nëse mbajmë nën kontroll, kemi mundësi që të jemi më mirë nga ana shëndetësore, por nëse nuk mundemi ta mbajmë në kontroll, do të shkaktojmë dëme të dukshme edhe vetes, duke qenë se shenja e luanit ka më tepër probleme në përgjithësi, është më i prekur tek rrugët kardiovaskulare, mund edhe të krijojë probleme tek kjo pikë. Shenja e Virgjëreshës, gjatë javës në vazhdim, ditët që do të këshilloja si fillim që të jem pak më të kujdesshëm, do të jetë dita e premte dhe e shtunë, duke qenë se gjatë këtyre ditëve mund të kenë tendencën që të veprojnë në mënyrë impulsive dhe të thonë fjalën e fundit në fillim në lidhje me karrierën e tyre. Do të jenë pak më tepër kryenetsh ndaj veprorëve të tyre. Dhe kjo normalisht do të përkthehet edhe në probleme të rëndësishme. Me kalimin e Uranit në datën 8 ose më themi rikthimin e Uranit tek shenja e Demit, për ta do më thënë një fokusim shumë i madh tek rritja e tyre personale. Do të duan që të trajnohen më tepër, bile mund të vinë përpara edhe mundësi për të trajnuar. Pikërisht në lidhje me këtë temë, në qoftë se dëshironi që të dilni jashtë shtetit, ky është një moment ideal. Merkuri do të kalojë në retrograd pikërisht atë ditë, pra do të ndalojmë më të them pikërisht në datën 8 nëntor, por për shenjën e Virgjëreshës, ndryshe nga çfarë ishte tek shenja e Binjakëve, ndikimi do të jetë pak më i zbutur, sepse drejtuesi tjetër i tyre, që është Ceresi, në këto momente është në një pozicion shumë pozitiv, që e rrit në mënyrë të dukshme energjinë e tyre, bile shton shumë edhe begatin. Dhe ai do të jetë në një kënd pozitiv me Merkurin. Dhe kjo do të thotë që mendja e tyre punon në mënyrë shumë efikase për të hapur rrugën fatit. Pra, fati në këto momente e meritojnë vërtet sepse dhe punojnë drejt saj. Shton në mënyrë të dukshme kreativitetin dhe në qoftë se ndjejnë nevojën që siç e thash,
edhe që të trajnohen. Kjo do të ndihmojë në mënyrë të dukshme në rritjen e tyre në karrierë, për të stabilizuar anën e tyre materiale dhe për të krijuar një rrjet social i cili ndihmon në çdo aspekt. Në çështje sentimentale, në këtë moment shenja e Birgjeshës ka një fat vërtet shumë të madh. Ndonse kjo vjen nëpërmjet sfidave dhe nuk arrin që ta perceptojnë ndoshta në fillim, në qoftë se marrin mendimin e shoqërisë, kanë mundësi që këtë ta kuptojnë ose më them që do të ndihmojnë në mënyrë të dukshme dhe të përzgjedhin personin që ju nevojitet. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me komunikimin. Do ta ndiejmë shumë herë më tepër javët në vazhdim, por në këtë momente, duke qenë se mund të jemi pak më të manipulueshëm, do t'i këshilloja që çdo gjë që dëgjojmë ta analizojmë edhe një herë dhe pastaj në qoftë se shikojmë të paarsyeshme ta zbatojmë. Bile mundësisht të pyesim edhe persona nga shoqëria jonë që kemi besim, sepse jo çdo gjë bëhet fjalë më tepër në lidhje me investimet, mos bëjmë argjime të kota për. Përsa përket shëndetjes, shenja e Virgjeshës është ndikuar si të gjithë ne, normal që do të jemi të kujdesshëm, mundësisht të përmbajmë një rutinë më të shëndetshme, nëse kemi egzageruar me ushqimet, sepse në këto momente sistemi i tretës është i prekur dhe shenja e Virgjeshës mund të kemi pasur tendencë për të ushqyer më tepër se çdo ose për të përdorur ushqime që na dëmtojnë, çfarë javë do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm. Shenja e Peshores. Për shenja e Peshores kjo javë është shumë pozitive, ka ndikime në përgjithësi pozitive, të gjitha kalimet planetare që do të ndodhin janë pozitive, përveç kalimit të Venusit tek shenja e Akrepit. Por edhe kjo, duke qenë se do të rrisë në mënyrë të dukshme të ardhurat materiale, në qoftë se nuk e kthejmë në obsesion, pra e mbajmë në moderitet, edhe kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Ndikimi më i madh që do të ketë shenja e Peshores gjithë kësaj jave do të vijë nga hëna e plot dhe do të jetë edhe në ndikimin e drejtuesit të tyre, duke qenë se në këto momente edhe Venusi, pra drejtuesi i tyre ndodhet tek shenja e Peshores. Kjo do thotë një stabilizim vërtet shumë të madh në jetën e tyre, por në mënyrë që ky stabilizim të mund të bëhet, do të tronditet njerëz si fillim gjithçka. Që nga puna e tyre, në qoftë se kemi pasur marrëdhënie problematika me kolegët tanë, gjatë kësaj jave do ta ndiejmë në mënyrë të dukshme. Në qoftë e njëjta gjë është e vlefshme në marrëdhënien që kemi me vëllezërit dhe me motrat tonë. Edhe këtë mund të kemi një tronditje në mënyrë që ta perceptojmë mirë se cila është balanca që duhet të krijohet vërtet dhe cila është lidhja e shëndetshme, po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimet apo dhe trashëgimit. E njëjta që është e vlefshme dhe në lidhje me kredit në qoftë se duan të marrin. Këto janë pikat ku shenja e Peshores do të tronditet në mënyrë të dukshme në këto momente, në mënyrë që të mund të perceptojë mirë se cilat janë gjërat e shëndetshme, se si duhet të ndërtojë jetën e saj dhe pas kësaj do të kemi një balancim të dukshëm të gjithçkaje, si në çështje sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me karrierën e tyre, dhe më e rëndësishme do të vijë në lidhje me jetën e tyre familjare, ku do të kemi dhe rregullimin e dukshëm të këtyre marrëdhënieve. Për shenjën e Peshores është një nga javët më të rëndësishme, do t'i këshilloj ta përdorim deri ditën e fundit, pra deri ditën e diel, sepse ka mundësi vërtet shumë të madhe për të zhvilluar, për të rritur dhe për të ndërtuar jetën që ata dëshirojnë. Çështjet sentimentale në këtë momente vërtet janë shumë të ndikuara deri ditën e shtunë. Bile kemi mundësi që të kemi rikthime nga e shkuara për të krijuar lidhje të reja. Këto në përgjithësi do të vinë ose më them do të jenë persona nga e shkuara që jo se kemi pasur lidhje, thjesht persona që i njohim, por mund të jenë edhe ish partnerët tanë. Në lidhje me ish partnerët, duke qenë se jemi futur tashmë në atë vorbullën e retrogradës së Mërkurit, personalisht nuk do të këshilloja sepse janë disi ose më themi janë manipulative si lidhje, mund të shndrohen shumë shpejt në lidhje toksike, prandaj do t'i këshilloj që të qëndron pak larg, por për personat që kanë qenë nga shoqëria jonë dhe kemi rikthimin e tyre në jetën tonë në një mënyrë ose në tjetër, kjo është diçka që do t'ja këshilloja me ngul. Shenja e Akrepit është shumë e nxitur, shumë e ndikuar, shumë e stimuluar, ka një super energji në këto momente, vërtet nukleare. Si mund ta përdorim këtë në mënyrë të shëndetshme, vërtet që do të jetë pak e vështirë, duhet jemi shumë të përmbajtur.
Kalimi I njëri prej detyrave të tyre tek shenja e shigjetare, që është Marsi, pra do të ndikojnë në mënyrë edhe pozitive, por siç ishte tek shenja e peshores, do të jetë edhe goxha e vështirë për të përmbajtur. Hëna e plot do të ndikojnë në çështje sentimentale, në qoftë se këtu kemi pasur zhgënjime ose kemi gjatë tyre 4-5 ditëve në vazhdim. Për shenjën e Akrepit mund të thotë edhe shpërthime shumë të mëdha emocionale dhe kjo mund të përkthehen edhe në një ambient të dhunshëm. Kjo do të thotë që duhet jemi shumë të kujdesshëm, ekstra të kujdesshëm me të gjitha reagimet dhe veprimet tona. Në qoftë se arrim që ta mbajmë veten tonë në kontroll, ambientin që na rrethon në kontroll, për shenjën e Akrepit kemi një mundësi kolosale për të rritur. Kjo do të jetë pothuajse në çdo aspekt të jetës së tyre, sepse hëna e plot do ta ndikojë në çështje sentimentale, në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre. Në qoftë se kemi pasur lidhje problematike, do të gjejmë një gjuhë të përbashkët për t'i zgjidhur këto. Në përgjithësi, kjo do të jetë nëpërmjet materjes. Pra, në qoftë se sidomos për sa i përket ndarjes së pronave të përbashkëta dhe ato që kanë qenë problematike, që mund të kenë qenë bilet deri në gjyq, gjatë kësaj jave do të fillojnë që të gjejnë atë rrugën e zgjidhjes. Mund të kemi një frymë komunikimi pak më të lartë, prandaj edhe mjafton që të jemi të përmbajtur. Në qoftë se arrim që të jemi të përmbajtur, kemi mundësi shumë të madhe për t'i zgjidhur këto probleme dhe për të na përkthyer në të ardhurat materiale shumë të mira. Në këto momente bashkëpunimi me shenjën e Akrepit I bëjmë vërtet shumë mirë. Do t'i këshilloj që t'i përdorim, mund të kemi rikthimin e mundësive bile të bashkëpunimeve që na kanë anashkaluar ose që ne ndoshta nuk ditëm t'i përdorim në ato momente. Gjatë kësaj jave do të kemi rikthimin e këtyre. Kjo do të vazhdojë deri ditën e premte, do t'i këshilloj që ta përdorni në maksimum, por duke qenë se duke filluar nga dita e premte të shtunë dhe të diel, Venusi do të jetë në një kënd negativ me Plutonin, që është drejtuesi I tyre, dhe në ato momente Venusi do të jetë I vendosur tek shenja e tyre. Kjo do thotë që mund të bëjmë investim ose shpenzime të tepërta ose të pamenduara mirë. Prandaj edhe duhet jemi shumë të kontrolluar në atë çfarë shpenzojmë. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, kemi mundësi vërtet shumë të mëdha për të rritur mirëqenien tonë në mënyrë të dukshme. Me kalimin e Venusit tek shenja e Akrepit, kjo do të jetë në datën 6 nëntor, pra I përkon ditës së njëjte, është vonë në darkë, është në 23:40, pra le ta them që do ta ndijmë më tepër ditën e premte, po. Pra ditën e premte do t'i këshilloj që ta përdorim në maksimum. Në lidhje me investimet, në qoftë se duam që të propozojmë dikujt në çështje sentimentale, edhe kjo është e vlefshme, do të kemi në vazhdimsi një rritje të begatisë, prandaj edhe shenjës Akrep do të këshilloj që ta përdorim. Përsa përket shëndetit, është një nga shenjat më të prekura në këto momente, duke qenë se ka Chironin, që është plaga jonë e përjetshme dhe krijon vërtet plag edhe në trupin ton fizik, ka të vendosur tek shtëpia e shëndetit dhe në këto momente njëjti Chiron ka një kënd negativ edhe me Jupiterin edhe me Venusin. Kjo do thotë që mund të kemi sëmundje të cilat përcillen sidomos nga rrugët seksuale ose sëmundje ngjitse në një lloj ose në një tjetër, të cilat shkaktojnë temperaturë të lartë. Prandaj edhe shenjës së Akrepit, në qoftë se keni qoftë ndonjë simptom, sado I vogël që të jetë, shkoni patjetër te doktori. Shenja e Shigjetarit është një ndër shenjat më të ndikuara të javës. Kemi shumë kalime tek shenja e tyre. Venusi deri ditën e premte, siç morr vesh deri tani, duke qenë se është të njëjtën vonë në darkë, do të jetë tek shenja e peshores, e cila krijon një balancim të dukshëm të marrëdhënieve të rritë të tyre sociale, të marrëdhënieve që kanë me shoqërinë dhe me ëndra dhe qëllimi që ata kanë në jetë, e kanë më të qartë rrugën në këto momente, ndërkohë që pas ditës së premte, duke qenë se Venusi do të jetë I vendosur tashmë tek subkonsciencia e tyre, do ta kenë pakës më të vështirë për të shprehur, për të gjetur rrugën e duhur. Gjithsesi, duke qenë se do të kemi Marsin të vendosur tek ta, do të jenë aktiv. Pra do ta ndjejnë në mënyrë instiktive se ku duhet të shkojnë. Dhe kjo, në qoftë se thjesht drejtojmë timonin aty ku duhet, e kemi shumë më të thjesht për të qenë të suksesshëm. Suksesi do të vinë në çdo aspekt të jetës, por do ta ndjejmë më tepër në lidhje me krijimin e instabilitetit ekonomik familjar.
Këtu familja do të na ndihmojë shumë sepse marrëdhëniet që janë këtu do të ndikojnë në mënyrë shumë pozitive. Hëna e plot që do të jetë ditën e mërkurë do të ndikojnë shumë fuqishëm në lidhje me këtë tema, sepse do të spastrojë çdo gjë që ka ngelur e paqartë në jetën tonë. Sidomos në lidhje me këtë marrëdhënie, por edhe në lidhje me pritshmëritë që kemi ndaj vetes. Aty ku ne nuk e kemi ditur mirë edhe talentet tona, po ashtu edhe ku i kemi pasur limitet, kjo në plot do të dalim më tepër në sipërfaqe dhe do të arrijmë edhe ti perceptojmë dhe si rrjedhoj dhe të përdorim ashtu siç duhet. Do të marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria gjatë gjithë javës, por pas ditës së premte mund të kemi më tepër tendencën për të mbyllur në vetvete dhe për të rishikuar edhe një herë çdo gjë që kemi aty. Kjo është diçka e mirë siç e thash, sepse do të na ndihmojë të drejtojmë timonin aty ku duhet dhe pas kësaj të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe. Në këto momente Mërkuri është i vendosur tek shenja e tyre, do të kalojë në retrograd përsëri tek shenja e tyre, do të jetë ditën e diel të ardhshme dhe ka dhe një kënd negativ me Uranin që është i vendosur përballë me ta. Kjo do thotë që mund të kemi mosmarrëveshje të dukshme me partnerët e tyre. Prandaj dhe komunikimi në këto momente është shumë i rëndësishëm. Duke qenë se arrin që ta kuptojnë, ta shikojnë qartë se ku qëndron problemi, mjafton që të shprehen në mënyrë të hapur, edhe partnerit e tyre do t'i kuptojnë mirë dhe ata do ta kuptojnë mirë. Partnerët e tyre do të arrin që të zgjidhin problemet së bashku. Pra do të krijojnë një farë aleance kundrejt problemeve që kanë në jetën e tyre. Kjo do të ndihmojë edhe për të hedhur hapa të rëndësishëm drejt karrierës që ata dëshirojnë, sidomos për personat të cilët nuk janë të lumtur tek puna e tyre. Ky është një ndër momentet më ideale. Me kalimin e retrogradit dhe të Mërkurit, mund të kemi dhe rikthimin e mundësive, prandaj edhe kjo javë është shumë e rëndësishme që ne vetë të spastrojmë mirë gjërat e tjera përveç karrierës, që pas kësaj të mund të fokusohemi edhe këtu, të kapim më tepër mundësitë që po na dalin përpara. Edhe në lidhje me shëndetin, kemi disa ndikime në përgjithësi janë më të zbutura se të shenjat e tjera, por edhe shenja e Sagjitarit është e prekur. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm gjatë kësaj jave do të jetë sistemi i tretës dhe sistemi nervor, të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Pika mënyrë se si mund ta bëjmë këtë është që të jemi pak më të tokëzuar, sepse do të vazhdojmë që të kemi një element toke të ulët edhe gjatë kësaj jave. Shenja e Bricapit. Në këtë javë shenja e Bricapit do të ketë ndikime shumë të fuqishme. Në përgjithësi janë pozitive. Në përgjithësi kanë mbështetje shumë të madhe, por kemi edhe një kënd negativ që do të krijojë Venusi me drejtuesin e tyre dhe kjo për ta domethënë probleme në karrierë. Këto do të vinë si rrjedhoj e marrëdhënieve të pashëndetshme që ata kanë krijuar me kolegët e tyre ose me rrethin e tyre të ngushtë. Në përgjithësi mund të kemi përhapjen e themeve që janë jo të vërteta, normalisht për ta, dhe kjo mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme me efortet e tyre ose me pozicionin që ata kanë tek vendi i tyre punës. Mënyra se si mund t'ja anashkalojnë këto ose t'i zgjidhin me thjeshtësi është të qëndrojnë të qetë. Në këto momente është e rëndësishme që ata të vënë kufin të shëndetshëm, në qoftë se vjen re që një lidhje është problematike, kushdo që të jetë ky person. Në qoftë se nuk arrijmë që të shprehim dhe të gjejmë rrugën e komunikimit të përbashkët, ose rrugën e mesme për të komunikuar, do të këshillojë që të bëjmë disa hapa mbrapa dhe të fokusohemi tek rigjenerimi ose rregullimi i problemit që është shkaktuar tek karriera jonë, sepse kjo është edhe pika ku kam më tepër mundësi që të zhvillohet në këto momente shenja e Bricapit. Kjo do të vazhdojë që të jetë aktive deri në fund të muajit nëntor, por në këto momente ka një mundësi vërtet shumë të madhe për të rritur këtu. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, kjo është një ndër javët më pozitive. Do të kemi një hënë të plot e cila do të ndodhë tek shtëpia e tyre e lidhjeve e çështjeve sentimentale, prandaj dhe kemi mundësi të rigjenerimit të tyre, po ashtu edhe të krijimit të lidhjeve të reja. Është një periudhë që mbaron periudhë e problemeve, ose me themi hëna e plot do të mbaroj periudhën e problemeve dhe do të kemi fillimin e një periudhe ku ata do të ndjehen vërtet shumë mirë, ku do të ndjehen më të vlerësuar dhe mund edhe të përzidhin një natyrë personat që i bëjnë të ndjehen të tillë. Me kalimin edhe në retrograd të Jupiterit që do të jetë javën tjetër, mund të kemi edhe rikthimin edhe të mundësive për të rregulluar marrëdhëniet tona në bashkëtorë, por tani në këto momente
do t'i këshilloj më tepër që të fokusoheshin tek karriera e tyre. Për sa i përket shëndetit, shenja e bricjapit është më pak e prekur, janë më stabil. Pika ku do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm është në lidhje me këmbët, sepse këtu mund të, sidomos nëse egzagjerojmë me ecjen, mund të jenë pak më të problematike, sidomos me enët e gjakut që janë te këmbët, mund të kemi pak më të probleme, mund të kemi këmbë të injtur e të tjerë. Në këtë raste, në gjë që do t'i këshilloj që të bëjnë, ndoshta të tokëzohen pak më tepër, të hidratohen mirë. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit është një javë shumë e fuqishme. Do të kemi një hënë të plotë që është e vendosur tek dy shenjë të tjera fikse, që është ajo e akrepit dhe e demit. Por kemi edhe kalime të shumta tek shenja e shigjetarit, të cilat do të thonë edhe këndë pozitive me Plutonin që është i vendosur tek ta. Këndi më negativ ose më të themi që është më sfidues do të jetë ai i Venusit me Plutonin që është i vendosur tek shenja e tyre, dhe kjo portall mund të thonë edhe probleme në marrëdhëniet sentimentale, sepse ata do të kenë një vetëvlerësim të ulët gjatë gjithë javës për këtë arsye. Por kemi edhe mundësi shumë të madhe, në qoftë se qëndrojmë pak më tepër realist dhe nuk i lejojmë ambientin që na rrethon që të na ndikojë, kemi mundësi shumë të madhe për surprizat të këndshme në lidhje me karrierën tonë. Mund të marrim propozime të shumta. Mjafton që të dimë se si të përdorim dhe kemi një mundësi që të kemi rritje shumë të madhe. Kjo është java e fundit, duhet të them, që mund ta bëjmë këtë, sepse pas kësaj do të kemi pak më të vështirë që ta perceptojmë se cila është rruga që duhet të ndjekim, ose më themi javën në vazhdim. Prandaj këtë javë të paktën do të këshilloj që ta përdorim në maksimum. Për sa i përket trajnimeve dhe zhvillimit ton personal, është një javë vërtet shumë pozitive për të gjithë ata që dëshirojnë që ta bëjnë këtë, sidomos trajnime që janë jashtë shtetit, do të këshilloja me ngujnë. Kemi edhe një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket lidhjeve që janë brenda familjes ose marrëdhënie familjare. Këtu do të kemi një balancim të dukshëm të marrëdhënieve, sidomos në qoftë se kemi pasur probleme me prindrit tanë. Kjo është dita e mërkur, enjte dhe e premte. Këto janë 3 ditët në cilat do të janë vërtet shumë efikase për këtë. Do të kemi pak a shumë një efekt shërimi të këtyre marrëdhënieve, duke qenë se do të kemi një balancim të dukshëm të gjithçkaje. Kjo është e vlefshme edhe për sa i përket shpërndarjen në mënyrë të drejtë të trashëgimive, e cila do të thotë edhe një rritje shumë e madhe ekonomike në bazë të saj. Shenja ujorit me kalimin e Marsit, ditën e martë tek shenja e shigjetarit, do të jetë shumë e aktivizuar, sepse do të jetë edhe ose më them do të jetë shumë e lumtur, sepse do të jetë shumë më tepër aktiv në shoqëri, do të socializohet shumë më tepër dhe do të marrë dhe propozime të shumta për të argëtuar ose për të dalë këtu. Mund të kemi edhe një fokusim shumë më të madh tek realizimi ose tek qëllimi që ne kemi në jetë, tek realizimi i ëndrave tona dhe një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria në lidhje me këto tema. Për këtë arsye, shenja ujorit, pavarësisht problemeve që mund të dalin, këtë javë do të them që do të jetë në përgjithësi i lumtur, sepse do të jetë shumë aktiv. Kemi edhe zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar brenda ose më themi në lidhje me punën, ku ata nuk kanë ditur se cila është rruga që duhet të ndjekin, sepse gjithsej javë edhe në këtë pikë do të marrin një ndihmë. Por në lidhje me këtë çështje, pra në lidhje me karrierën, nëse nuk i kemi ide të qarta dhe nëse kemi pasur vonesa, do t'i këshilloj që të qëndrojmë disa hapa larg dhe ta vëzhgojmë mirë situatën, ndërkohë që vendimet që duhet të marrim në lidhje me këtë çështje të marrim këshilla nga shoqëria jonë dhe mundësisht edhe nga familja. Shenja e peshëve. Shenja e peshëve është një nga shenjat më të favorizuara të javës. Kemi shumë ndikime pozitive me kalimin edhe të Venusit tek shenja e akrepit, për ta do më thënë një fuqizim shumë i madh. Duke qenë se do të kemi shumë vendosje tashmë tek shenjat e ujit, kjo do t'i bëjë të ndjehet vërtet shumë mirë. Mund të jem pak më emocional se çfarë duhet, por do të stabilizohen pothuajse menjëherë. Duke qenë se në këto momente janë shumë të përgjegjshëm dhe kanë dhe kufi shumë të shëndetshëm, edhe nëse ata nuk i vënë në moment personat që kanë rreth të teori kujtojnë, kjo normalisht i bën ata që të jenë më të balancuar në jetën e tyre. Për sa përket çështjeve sentimentale, kjo javë mund të bëhet disi e vështirë, sidomos në lidhje me shkënjimet, ose më thënë në lidhje me lidhjet që në të shkuarën kanë qenë zhgënjuese, sepse do të duhet që të përzjedhim mirë.
Kjo nuk është diçka e vështirë, mjafton që të mos e gënjejnë vetë natyrën, ose të mos jetojnë në iluzion dhe të shikojnë realitetin ashtu siç është, kemi mundësi që të krijojmë dhe lidhje të reja vërtet shumë të shëndetshme. Po ashtu edhe për të rregulluar marrëdhëniet e tyre. Nëse se jemi realist ndaj personit që kemi përballë dhe ndaj lidhjes tonë, kemi shumë më tepër mundësi që të ndërtojmë edhe jetën që ne dëshirojmë. Hëna e plot që do të jetë ditën e mërkurë do të ketë një ndikim shumë të madh pozitiv tek shenja e peshqve. Është një nga shenjat që do të ndikojnë më pozitivisht, do të ndikojnë në mënyrë pozitive mënyra e tyre se si komunikojnë, se si shprehen, do të kenë një frymë artistike në këto momente, e cila mund të përkthejë edhe në krijimtari shumë të madhe, dhe kjo krijimtari mund të përkthejë edhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Me kalimin e mërkurit, që ishte ditën e mërkurë tek shenja e shigjetarit, kemi fokusim shumë të madh tek kariera. Ky është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, sepse këtu mund të shërohen edhe problemet që kemi pasur nga e shkuara. Kemi mundësi që të zgjidhim në mënyrë të papritur, do të marrim një ndihmë shumë të madhe në lidhje me këtë çështje, edhe nga familja jonë. Në pikat ku ne nuk arrim vetë që t'i perceptojmë, familja do të na ndihmojë shumë. Do të këshilloj që të marrim këshillat e tyre, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me partnerët. Këtu nuk do të thotë thjesht partnerët sentimental, por jo vetëm bashkëshortët, më thotë edhe personat që ne kalojmë më tepër kohën. Nëse se dëshironi që të argëtoheni, kjo është qëllimi që do të keni gjithsej, nëse dëshironi të argëtoheni, do të këshilloj që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë tuaj të ngushtë ose me vëllezërit dhe me motrat tuaja, sepse mund të bëjnë një burim argëtimi vërtet shumë i madh, një burim morali vërtet shumë i madh, dhe mund të jenë personat që do t'ju ndihmojnë që të shikoni botën me një pikë vështrim të ri, i cili është vërtet shumë herë më i shëndetshëm nga çfarë mund të keni në këto momente. Duke qenë se në këto momente pikë vështrimi i shenjës së peshqve është pak më i prirur drejt iluzionit se sa drejt realitetit. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshqve për fat të mirë në këto momente është ndikuar më pozitivisht. Ka një ndikim i cili është më i zbutur se zakonisht, është i prekur normalisht në sëmundjet që kemi të stinës, duke qenë se kemi sëmundjen gjithse që prekin dhe sistemin imunitar, do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm gjithmonë, duhet të jemi. Këto ishin ndikimet që kisha në lidhje me të gjitha shenjat dhe në lidhje me javën. Doja të thoja disa gjëra vetëm në lidhje me disa ditë që janë shumë të rëndësishme dhe mund të bëjnë pak problematike. Është nga data 7 deri në datën 9 nëntor, duke qenë se do të kemi një kënd negativ midis Venusit dhe Plutonit. Kjo do të ndihet në mënyrë të dukshme pothuajse në çdo aspekt të jetës tonë, duke qenë se prek çështjet sentimentale, për çështjet e zemrës, po ashtu edhe ana materiale. Këtu mund të bëhemi obsesiv. Ky kënd mund na shtyt drejt obsesionit dhe duke qenë do të ndihemi fare boshllëku brenda vetes, në momentin që ne nuk marrim atë çfarë dëshirojmë, kjo mund të përkthehet edhe në harxime të shumta, mund të bëjmë veprime të pahishme. Prandaj dhe këto janë ditët të cilat do të këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar. Nëse se kemi vështirësi për të tejkaluar atë çfarë po ndijmë, mund të komunikojmë ose të flasim me njerëzit tek të cilët kemi besim, ose edhe mund të flasim edhe me profesionistë për të gjithë ata që ndjehen të nevojshëm të shkojnë edhe te psikologu, do ja këshilloja të vërtet, por shoqëria besoj se është e mjaftueshme. Po mund të ketë, këtë e thash, mund të ketë. Mund të ketë edhe dashuri të re, shenja e peshqve, mund të ketë edhe rregullimin e dashurisë aktuale. Dua të them shkurtimisht një ndikim shumë të rëndësishëm që ka Mërkuri. Në përgjithësi, Mërkuri do të thotë edhe rikthimin e temave të të shkuarës, të kontakteve të të shkuarës, dhe një prej këtyre kontakteve, një lloj kontakti është edhe lidhjet sentimentale, prandaj edhe gjatë periudhës së retrogradës së Mërkurit, që do të jetë nga data 8 deri në datën 30 nëntor, përpothuesi gjithë nëntor, mund të kemi dhe rikthime të ish partnerëve ta. Gjatë periudhës së retrogradës, unë personalisht, ose me shumë mundësi të gjitha astrologët nuk këshillojnë që të marrin vendime, sidomos kaq të rëndësishme siç është partneri i jetës tonë, prandaj do të këshilloj që gjatë kësaj periudhe thjesht ti shikonit, ndërkohë që vendimi, edhe nëse merret më vonë, nuk është vonë. Mirë pra, natën e mirë, faleminderit edhe një herë që morët pjesë. Natën.